Detajet e reja janë zbardhur nga operacioni në Itali që çoi në goditjen e një grupi që trafikoi 27 milion euro kokain nga Amerika e Jugut në Itali. Autoritetet italiane kanë lëshuar edhe 6 masa sigurie për shqiptar, mes tyre edhe Artur Hoxha Osmani. Ky i fundit është një emër jo pak i njohur për autoritetet e vendit tonë. Ai rezultoni arrestuar me urdhër të SPAK pas goditjes së grupit të Plauren Dervishajt, Erion Alibejt dhe bosit të Qinkos, Ermir Ndreaj. Operacioni i SPAK që çoi në pranga Artur Hoxha Osmanin u organizua në korrik të këtij viti pas bërthimit të aplikacionit SkyCC. Ky grup dyshohet se ka trafikuar 6 ton kokain me vlerë tregu 411 milion euro. Ai u arrestua në Palas, ku ishte bashkë me bosin e Qinkos Ndreaj dhe vëllain e tij Klevis Hoxha Osmani, duke shijuar rrezet e diellit në një skaf. Ndërkohë, për këtë operacion, Dervishaj dhe Alibejt ju komunikua masa e arrestit në qeli, pasi janë në burg edhe përdosjen e plumbit të artë. Tashmë për shqiptarin Artur Hoxha Osmani ka lëshuar mas sigurie edhe Italia. Emri i tij është përmendur edhe në trafikun e drogës në Angli. Mediat britanike i kanë kushtuar disa herë artikull dy vëllezërve e biznesmen Hoxha Osmani. Ata shkuan si emigrant në Angli, por u përfshin në trafikun e drogës. Klevis Hoxha Osmanin, vëllain e Arturit, vendasit e quanin Ali Baba, sepse bashkëpunëtorët e tij dukeshin të ishin 40 hajdut.